Lufta e Serbisë për Kosovën është e vazhdueshme dhe lidhja midis Serbisë dhe popullit serb me Kosovën është e pathyeshme pavarësisht statusit ligjor dhe rrethonave politike në periudha të ndryshme, tha ministri i punëve të jashtme i Serbisë Marko Đurić. Ai theksoi se pretendimet se ai ose ministria e punëve të jashtme po i kërkojnë dikujt që të mos luftojë për Kosovën janë të pasakta. Đurić tha për televizionin Prva se nuk do të heqë dorë kurrë nga lufta për popullin tonë në Kosovë dhe Metohi dhe për Serbinë në krahin, duke shtuar se është optimist në planin afatmesën kur bëhet fjalë për çështjen e Kosovës. Komisionera Europiane për zgjerim Marta Kos ka vendosur të anulojë vizitën e saj të planifikuara në Kosovë këtë javë për shkak të zhvillimit të fundit politik, konfirmuan zyrtarët e Komisionit Europian. Sipas tyre, komisionerja ka informuar tashmë kryeministin Albin Kurtin për vendimin e saj. Zyra e shtypit e komisionerit Europian njoftoi se Kos synon të vizitojë Prishtinën sapo të plotësohen kushtet. Vitin e kaluar vizita gjithashtu nuk u realizua për shkak të krizës institucionale në Kosovë. Kryeministri Kurti bisedoi dje në telefon me Marta Kos dhe theksoi rëndësinë e marrjes së statusit të kandidatit për antarësim në Bashkinë Evropiane, thuhet një njoftimi nga kabineti i tij. Miloš Pavković nga Qendra për Politika Europiane në Beograd tha se lidhur me kërkesën e qeverisë së Kosovës drejtuar gjykatës kushtetuese për të vlerësuar kushtutshmërinë e dekretit e presidentes Vjosa Osmani për shpërbërjen e kuvendit janë të mundshëm skenar të ndryshëm dhe se ekziston rreziku i rikthimit të një vakumi institucional. Siç shpjegoi ai, gjykata kushtetuese mund të anulojë dekretin dhe ta kthejë kuvendin në seancë në mënyrë që të përpiqet të zgjedhë presidentin dhe vetëm pas skadimit të periudhës 60 ditore të shpallë zgjedhjet. Një mundësi tjetër është që gjykata të vendosë nëse deputetët janë të detyruar të marrin pjesë në seancë ku nis procedura për zgjedhjen e presidentit, dhe mundësia tretë është që gjykata kushtetuese të konfirmojë vendimin e presidentit të Kosovës. Docenti i Fakultetit Juridik në Mitrovicën e Veriut, Dushko Qelić, vlerëson se në Prishtinë ka një lloj kaosi kazi institucional, arkitekti të cilit sipas tij është Albin Kurti dhe se aktualisht i vetmi person me mandat të plotë është presidentja Vjosa Osmani. Qelić shtoi se masat e përkohshme të gjykatës kushtetuese u miratuan dje nuk e ndryshojnë thelbin e situatës, por se mund të supozohet se gjykata do të lërë kohë shtesë për zgjedhjen e presidentit. Ish ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Sy Lukshini, deklaroi se nëse dekreti i presidencës Osmani mbetet në fuqi me 4 prill, Kosova do të ketë një qeveri teknike që përfaqëson një vakum institucional që nuk është parë që nga lufta. Pastaj Albulena Haxhi do të marrë përsipër detyrën me kompetencat e kufizuara, tha Ukshini. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Vikan Çorroli deklaroi se çdo kandidat i asaj partie do të kishte mundur Vjosa Osmani në zgjedhjet e drejtpërdrejta për president. Ai beson se Osmani me zemrim nënshkroi dekretin për shpërbërjen e kuvendit të Kosovës. Sipas tij, gjykata kushtetuese mund të kthejë të gjithë procedurën për zgjedhjen e presidentit në pikën fillestare, që do të thotë se ka 2 vende të lira për kandidat presidencial, por ai nuk paraqet të pret të shpallës zgjedhje të jashtëzakonshme. Më pak se një muaj para përfundimit të mandatit të saj, presidentja Vjosa Osmani bëri deklaratë që, siç theksoi ajo, tregojnë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është një figurë e pranueshme për shtëpinë e bardhë, shkruan Demokracia, duke folur për TV Syrin mbrëm në lidhje me përfaqësimin e Kosovës në Bordin e Paqes të iniciuar nga presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Osmani zbuloi se shtëpia e bardhë dërgoi një ftesë në orën 2:30 të mëngjesit për të udhëtuar në Davos të Zvicrës. Ajo deklaroi se pyeti nëse Kurti, i cili veç ishte tashmë në Davos, mund të merrte pjesë edhe në këtë ngjarje, por ju tha se duhej që ajo të udhëtonte.
Moti nesër do të jetë i ngjajshëm si sot, i thjellë dhe i ftohtë në mëngjes me ngrica në jug dhe gjatë ditës me diell dhe me ngrohtë në pasdite dhe në mbrëmje priten vranësira nga riperëndimi me shi të lehtë në disa vende. Do të fryjë erë juglindore, temperatura mëngjesit do të sillet nga -2 deri në 6, kurse ajo maksimale ditore nga 17 deri në 21 gradë Celsius.